Jeni me lajmet qendrore në Tribuna Channel. Me ju sonte Jehona Bajrami Gashi. Mirëmbrëma të nderuar shikues, ky është edicioni më i ri informativ në Tribuna Channel. Fillim e shohim bashkë titujt kryesor të këtij edicioni. Ngrihet procesi i riformatimit të qeverisë, partnerët e koalicionit smeren me ndryshimet në kabinet. Skënder Hyçeni tradhtohet nga Robert Kallinak, pranon të përfaqësohet me rezolutën 1244. Banorët që rrezikojnë të dëbohen nga banesat në Prishtinë varin shpresat e kryeparlamentari Kadri Veseli. Ashpërsohen rregullat në komunikacion, nga sot rritën masat parandaluese për aksidentet në trafik. Qeveria e Kosovës vazhdon të mos jep ndonjë datë të saktë se kur pritet të ndodhë riformatimi i kabinetit të ministrave. Zyrtarët qeveritar thonë se ende nuk ka asgjë konkrete në këtë drejtim. Ndërkohë analistët politik riformatimin e qeverisë e shohin më shumë si tendencë për akomodimin e njerëzve që kanë mbetur pa poste. Qeveria e Kosovës nuk ka bërë ndonjë lëvizje para në drejtim të riformatimit të kabinetit të ministrave. Ishte kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, i cili vazhdimisht ka thënë se riformatimi i qeverisë do të ndodhë. Ai ka deklaruar se janë duke biseduar edhe me partnerët e koalicionit në rend të parë me PDK-n dhe se më vonë të gjitha plotësimet do t'i bëjnë në bazë të asaj që kërkohet. E para një muaji, kryetari i Kuvendit të Kosovës, njëherësh kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli, pati konfirmuar se pas 1 shtatorit do të ndodhë riformatimi i qeverisë. Qëndrimi është se nuk do të ketë vetëm riformatim në ndryshim të emrave apo zvoglim të ministrive, por do të ketë edhe riformatim të programit ku do të ketë një fokus të veçantë në ekonomi, në zhvillim, në mbështetje të gjithë punëtorëve të këtij vendi. Do të bëjmë reformë rrënjësore edhe në heqjen e burokracisë, ka thënë Veseli. Faton Abdullahu, këshilltar politik i kryeministrit Mustafa, i ka thënë Tribuna Channel se ende nuk ka asgjë të re në këtë drejtim. E kohëve të fundit, shumë ministra të koalicionit qeverisës, konkretisht ata që vinë nga Lidhja Demokratike e Kosovës, janë duke bërë vizita të shpeshta nëpër komuna të vendit. Kjo sipas analistëve politik, përpos që shihet si frikë që me zvoglimin e ministrive ministra do të mbesin pa punë, shihet edhe si nuhatje e zgjedhjeve të reja. Analisti politik Adrian Çollaku thekson se riformatimi i qeverisë më tepër është temë artificiale se sa që ka të bëjë me ndryshimin e konceptit qeverisës. Riformatizimi mund të jetë i lidhur ndoshta edhe me atë nëse do të kaloj apo jo demarkacioni, që mund të vërë në pikpyetje edhe vetë funksionimin e koalicionit. Ndërkaq sa i përket terrenit që ministrat e LDK-s janë më aktiv, kjo mund të jetë edhe për faktin se ata po nuhasin ndoshta zgjedhje të shpejta. Kurse i merr Mushkolaj ka pohuar se riformatimi i qeverisë është lojë politike kryeministrit Isa Mustafa dhe kryetarit të Kuvendit Kadri Veseli. Qëllimi është të akomodohen njerëz që ende nuk kanë marrë hise pushtetin në qeverisje e që janë militant ose antar të rëndësishëm të partive. Natyrisht ministrat friksohen se do të mbeten pa punë në krye të ministrisë, edhe pse do të rehatohen në poste të tjera. Ko më parë, kryetari Veseli ka thënë se do të ishte mirë që të shkohet me riformatim të gjerë të qeverisë e jo vetëm me ndërrim të emrave. Sipas tij, kjo gjë do të ishte adekuate nëse është e përgatitur edhe LDK-ja. Para se të merret me riformatimin, qeveria i ka para vetës 2 sfida pak të lehta, e ato janë demarkacioni dhe asociacioni i komunave me shumicë serbe. Nga shumë kushk, të dyja këto sfida shihen vështirë të tejkalueshme. E tërhoqi projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes për kufirin me Malin e Zi, me arsyetimin se nuk pranon koncesione në dëm të shtetit. Nuk përmendi emra se kush po e kushtzonte, por me 1 shtator shefi qeverisë Isa Mustafa dha vetëm një zotim: marrëveshja nuk do të rinegociohet. Ligjin do të kupton se ne do ta shqyrtojmë ose rinegociojmë marrëveshjen. Kjo
Kjo deklarat nuk ndikoi as pak të protestuesit e thirrur nga lëvizja vetëvendosje që ta shpallnin triumfin e një betejë që ata e quanin betejë në mbrojtje të hapësirës territoriale të shtetit. Me të pushuar tensionet e polemikat, Mustafa ndroi strategjinë. Vendosi të përmirësojë një lëshim për të cilin mori vërejtje nga zyrtar të lartë amerikan, por edhe evropian, atë të mos transparencës së procesit. Menjëherë nisi të dalë në terren për të diskutuar me palët që mund të ofrojnë dëshmi rreth vijës kufitare me shtetin fqin. Jo vetëm që shkoi në Pej, por e takoi edhe në Prishtinë kryeshefin e autoritetit rregullativ të komunikacionit. Tash kur ai është në SBA në Kosovë ka mbetur mister se për cilat arsye po i zhvillon këto takime. Çka nëse dikush e bin se marrëveshja e mbështetur në punën e komisionit të drejtuar nga Murat Meha nuk është e qelluar? A do të pranojë atëherë rinegocimin e saj? Cila është arsyeja që i ka ftuar liderët partijak për të debatuar rreth çështjes së demarkacionit nëse marrëveshja do të mbetet e pandryshuar? Analistët nuk presin ndonjë rezultat nga takimet e ardhshme të mundshme, përderisa opozita a priori e cilëson demarkacionin me Malin e Zi si çështje të vdekur. Dhe derisa demarkacioni të vazhdojë të mbajë peng lëvizjen e lirë të qytetarëve, qeverisë i është ngushtuar rrethi për të funksionalizuar asociacionin e komunave me shumicë serbe. Një ekip që ka marrë përsipër të hartojë statutin e këtij asociacioni, zor se do gjej formulime adekuate juridike për të bërë këtë asociacion të pranueshëm në aspektin kushtetues. Qeveria e Kosovës është e vendosur që sa më parë që është e mundur të jepet epilog çështjes së demarkacionit. Kështu është shprehur në emisionin Fakt Plus në Tribuna Channel këshilltari i kryeministrit Mustafa Bajram Gecaj. Sipas tij, me të kthyer nga vizita në SBA, kryeministri Mustafa do të angazhohet në arritjen e një konsensusi për këtë çështje. Kosovë, Mali Zi. Lidhja demokratike e Kosovës nuk është e kënaqur vetëm me një mandat në udhëheqje të qeverisë. Partia e Isa Mustafa synon së paku edhe 2 mandate të ketë njeriu në saj në krye të ekzekutivit. Antari i LDK-s Bajram Gecaj në emisionin Fakt Plus në Tribuna Channel ka lavdëruar udhëheqjen e qeverisë nga shefi i tij në parti Isa Mustafa, duke shtuar se për të parë rezultatet në terren duhet të jepet kohë. Ne synojmë së paku edhe 2 mandate si udhëheqjen e qeverisë, në mënyrë që të vërtet kemi rezultate prekse. Në koalicion me PDK-n apo? Tash ato ajo varet prej rezultateve zgjedhore. Ne nuk kemi vijat kuqe. Unë lirisht mund të them që ne kundërshtarin kryesor e kemi Partinë Demokratike të Kosovës. Pra ne vazhdimisht rivalin që nga pas lufta rivalin kryesor në skenën politike kosovare, Lidhja Demokratike e Kosovës ka pas Partinë Demokratike të Kosovës. Gecaj, i cili është edhe këshilltar i kryeministrit Mustafa, ka folur edhe për dalje në terren të kryeministrit Mustafa për të diskutuar për çështjen e demarkacionit. Arsyeja pse kryeministri ka dalë në bisedime dhe gjithashtu ka ftuar të gjitha institucionet relevante të cilat kanë të bëjnë me çfarëdo mënyre me kufirin Kosovë, Mali Zi, është që të hiqen gjitha dilemat. Po të hiqen çdo dilemë që vërtet ne jemi në rrugë të drejtë, sepse nuk ka kurfar interesi as qeveria e Republikës Kosovës, as Isa Mustafa që vërtet të humbim Kosovën tokë. I pyetur nëse qeveria do të vazhdojë me themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, Gecaj ka deklaruar se ky është obligim kushtetues dhe i cili do të përmbushet. Sa i përket riformatizimit të qeverisë, Gecaj ka thënë se kjo do të bëhet në koordinim edhe me partnerët tjerë të koalicionit. Sfidë për qeverinë është edhe krijimi i ushtrisë. Për këtë çështje u fol sot gjatë një takimi që pati komandanti i parë i KFOR-it Mike Jackson me kreun e kuvendit Kadri Veseli. Por Jackson nuk dha shumë optimizëm se ushtria mund të bëhet shpejt. Kryetari i kuvendit Kadri Veseli sot e ka pritur një mysafir të veçantë. Është ky komandanti i parë i KFOR-it Mike Jackson, të cilin kryeparlamentari nuk heziton ta cilësoj edhe si general të Lirisë së Kosovës. Bile Veseli sunguron ta bëj publik lajmin se me iniciativë të rektorit të Universitetit të Prishtinës, herës tjetër ky general do të shpallet doktor honoris causa. Ky është generali i Lirisë së Kosovës, i cili ka bërë një punë të jashtëzakonshme, momentet më të rënda Lirisë Kosovës dhe atij vakumit cilin e përmendi atë generali të kalimit një tranzicioni me sa më pak pasoja. Kosova shumë shpejt do ta ketë ushtrinë e vet, e cila do të bëhet një transformim
me partnerët tonë për ndihmë, si që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, partnerët e NATO. E generali Jackson ka kujtuar kohën kur kishte ardhur si general në Kosovë në vitin 1999 dhe tani foli për progresin që Kosova ka arritur gjatë këtyre viteve. And I've only been back for 20 minutes at this point. Kam vrejtur shumë ndryshime. Përshtypja e parë është kur fillon të shëtitësh në Prishtinë dhe shën ndërtesa të reja e hotelet të reja. Në vitin 1999, hoteli më i mirë ishte hoteli Grand. Natën e kaluar kam fjetur në këtë hotel të ri. And it was rather old and tired. Last night Por generali nuk foli me shumë optimizëm kur u përmend ushtria e Kosovës. Ai tha se e di që ekziston dëshira e madhe për formimin e kësaj ushtrie, por kjo gjë do të marrë kohë. Kosovo's constitutional position. Gjendja e Kosovës është ende në tranzicion. Tani keni shumicën e anëtarëve të Bashkimit Evropian që kanë mbështetur deklaratën e pavarësisë. Kjo nuk do të zgjatë për gjithmonë, por nuk mund të cekë se kur do të ndryshojë kjo. Jam i vetëdijshëm që ekziston dëshira politike për një ushtri për Kosovën, por kjo do të marrë kohë që të realizohet. The picture is not entirely clear. Generali Mike Jackson ka qenë komandanti i parë i KFOR-it në Kosovë. Komandanti i parë i KFOR-it në Kosovë, Mike Jackson, është pritur edhe nga presidenti i shtetit Hashim Thaçi. Me këtë rast, ai është dekoruar me medaljen ushtarake për shërbim në Kosovë. Generali Sir Jackson, kjo medalje i është ndarë për kontributin e tij në shërbim të paqes, sigurisë dhe stabilitetit në Kosovë gjatë mandatit të tij si komandant i KFOR-it në Kosovë. Roli i generalit Sir Jackson ka qenë i pazëvendësueshëm, i jashtëzakonshëm, historik për paqen, stabilitetin, demokracinë dhe prosperitetin në Kosovë dhe në rajon, ka thënë presidenti Thaçi. Nga ana tjetër, generali Sir Michael David Jackson, komandanti i parë i KFOR-it në Kosovë, është shprehur mirënjohës për dekoratën dhe mikpritjen që i është bërë në Kosovë. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa po zhvillon takime të shumta në kuadër të vizitës në New York. Mustafa, i shoqëruar nga ministri i jashtëm Enver Hoxhaj në selinë e Kombeve të Bashkuara, ka takuar presidentin e Këshillit Evropian Donald Tusk, përfaqësuesen e lartë të BE-s për punë të jashtme dhe politika të sigurisë, njëherë është zëvendës presidente e Komisionit Evropian Federica Mogherini, kongresistin amerikan Eliot Engel dhe përfaqësuesen e USAID-it për Evropën dhe Euroazin Margaret Ellis. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa gjatë qëndrimit në New York ka takuar presidentin e Këshillit Evropian Donald Tusk, si dhe përfaqësuesen e lartë të BE-s për punë të jashtme dhe politika të sigurisë, njëherë është zëvendës presidente e Komisionit Evropian Federica Mogherini. Tusk dhe Mogherini kanë theksuar se pas adresimit të çështjes së demarkacionit dhe duke u bazuar në progresin që po bëhet në fuqizimin e rendit dhe ligjit, pritet të finalizohet edhe procesi i lëvizjes së lirë të qytetarëve të Kosovës në vendet e BE-s. Sipas një njoftimi për media, Tusk dhe Mogherini theksuan përkrahjen e tyre për Kosovën në proceset eurointegruese. Kryeministri Mustafa gjatë ditës ka zhvilluar takime të ndara dhe me kongresistin amerikan Eliot Engel, si dhe përfaqësuesen e USAID-it për Evropën dhe Euroazin Margaret Ellis. Kongresisti Engel theksoi përkrahjen e SBA-ve për Kosovën. Kam kënaqësinë të mirëpres kryeministrin Mustafa në New York. Kryeministri dhe unë jemi miq për shumë vite. Unë admiroj punën e tij dhe sigurisht që admiroj vendin e tij. Ne e dim si Amerikan se nuk kemi miq më të mirë se sa miqtë tanë nga Kosova, dhe ata nuk kanë miq më të mirë se sa miqtë e tyre në Amerikë, tha kongresisti Engel. Në anën tjetër, Mustafa është ndarë i kënaqur me vëmendjen e politikës amerikane ndaj Kosovës. Dhe sa i përket integrimeve evropiane, dhe sa i përket dialogut, dhe sa i përket zhvillimit ekonomik, por edhe nevojës që kemi një përkrahje të vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të një vendi që ka qenë gjithmonë krahnesh, por që ne duhet ta respektojmë atë përkrahje dhe të punojmë bashkërisht në këto procese. Unë jam shumë i kënaqur me vëmendjen e kongresistit. Mustafa është duke marrë pjesë në asamblejën e OKB-s bashkë me ministrin e punëve të jashtme të Kosovës Enver Hoxhaj. Me këtë rast ai është duke zhvilluar takime të shumta në kuadër të vizitës së tij në New York. Prezentimi i Kosovës me rezolutën 1244 në nismën ministrore të procesit të Pragës, e cila po mbahet në Bratislav të Slovakisë, ka nxitur reagimin e ministrit të punëve të brendshme Skënder Hyseni. Ai e ka lëshuar konferencën pasi që nuk ka pranuar të përfaqësohet në atë mënyrë.
Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, ministri i punëve të brendshme Skënder Hyjseni paralajmëroi se të martën do të jetë në Bratislav. Me ftesë të Robert Kalinak, zëvendës kryeministër dhe ministër i punëve të brendshme të Slovakisë, aktualisht kryesuesi i Këshillit të Bashkimit Evropian, ai është dashur të marrë pjesë në konferencën e tretë ministrore të procesit të Pragës rreth krizës me imigrant. Por nga vetë Niko Qiri, ministri Hyjseni është tradhtuar. Slovakia ka pranuar që Kosova të përfaqësohet në përputhje me marrëveshjen e Brukselit, sipas së cilës përfaqësuesit e Kosovës në takime rajonale përfaqësohen me fusnot. Prezantimi i Kosovës me rezolutën 1244 ka nxitur reagimin e ministrit Hyjseni. Ai ka mbajtur fjalimin e tij dhe më pas ka kërkuar të bëhet korrigjim, por Kalinak nuk ka pranuar kërkesën e tij. Në tabelën e vendosur të këtij takimi është shkruar Kosova 1244 viz 1999. Nuk është përdorur fusnota siç është edhe me mendimin e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë. Rezoluta është e tejkaluar dhe vendimi i Gjykatës së Drejtësisë është marrë edhe me kërkesën e Republikës së Serbisë. Dhe ai mendim e thotë qartë se pavarësia e Kosovës me asnjë dispozitë nuk shkon ndesh me të drejtën ndërkombëtare. Hyjseni më tej ka treguar se ka kërkuar të aplikohet fusnota, njësoj siç është aplikuar në marrëveshjen e stabilizim asocimit. Gjithë kjo të llovi është bërë me kërkesë të palës serbe. E ministri i punëve të brendshme të Serbisë, Nebojša Stefanović, për dallim nga homologu i tij kosovar, e ka shfrytzuar të martën të zhvillojë takime të ndryshme. Madje ai bashkë me Robert Kalinak, zëvendës kryeministër dhe ministër i punëve të brendshme të Slovakisë, shkëmbyen edhe dhurata. U kthehemi zhvillimeve brenda në vend. Banorët që u larguan mbrëmjen e së hënës nga banesat në lagjen Dardania janë rikthyer aty për të kaluar natën. Ata kanë këmbgulur se banesat u takojnë atyre dhe se nuk do të largohen. Për këtë qëllim, ata kanë kaluar ditën duke kërkuar mbështetje, duke i shkuar në kuvend edhe kryetarit Kadri Veseli, i cili në njërin takim u zotua për mbështetje e në tjetrin nuk u erdhi fare. Familjarët të cilët u larguan mbrëmjen e së hënës nga banesat në lagjen Dardania u kthyen përsëri për të kaluar aty natën, duke konsideruar se ata janë në të drejtën e tyre dhe se nuk kanë vend tjetër ku të shkojnë. Të bindur në këtë qëllim, ata i shkuan në derë qysh në mëngjes kryekuvendarit Kadri Veseli për të kërkuar ndihmë dhe mbështetje. Në takimin e shkurtër me Veselin, ata kërkuan që të kthehen aty ku ishin ose të sigurohet një vend banim tjetër. Veseli u kishte kërkuar atyre dokumente që posedojnë pronësinë dhe që nuk kanë shtëpi tjetër banimi, se dhe u kishte premtuar ndihmë dhe mbështetje. Megjithatë, ju kërkoi atyre një takim të dytë për në orën 14. Përfaqësuesit familjar erdhen, mirë po kryetari i kuvendit nuk kishte kohë për ta dhe nuk i takoi. Familjarët që pritën më shumë se gjysmore u shprehën se besojnë në ndihmën e Veselit dhe arsyetuan mosardhjen e tij. Dha premtim që në ora 2 mu takue, erdhëm, na pritën, mirë po kryetari i kuvendit e ka agjentën shumë ngjeshme, me gjithë respektin, edhe kështu që kur t'i kryen takimet të cilat i ka zyrtare, me na thirrën zyrtarët e tina në telefon. Insistimin që këto banesa i takojnë atyre kanë shprehur edhe banorët e tjerë që erdhen për ta takuar Veselin. Asnjë vend po munduar më na nxjerr prej aty. Asnjë vend s'ka lënë pa përdorur Agjencionin Kosovar të Mirëbesimit, Agjencionin Kosovar të Pronës. Gjitha i kanë përdorur. Gjykatat, qeverinë, të gjitha i kanë përdorur. Banorësh të kemi. Gjykata po thirret me ligjin numër 04, fraksion L, viz 139. Ndërsa ne qytetarët po thirrëm me ligjin. Ku shkojnë apikon venona? Po atë lutem 041, fraksion L, viz 061. Dhe kjo neni 7.ne. Dhe thot, çdo bars i së drejtës banesore, presi përkatësisht, shfrytëzues të banesës, ne jemi shfrytëzues të banesës publike ose shtetërore, kanë drejt me paraqit për mi blej. Largimi i banorëve pritet të vazhdojë edhe në ditët në vijim, ndërsa ata insistojnë se nuk do të pranojnë largimin. Në një tryezë të organizuar nga Oda Ekonomike Amerikane mbi etikën në biznes dhe korrupsionin, u tha se Kosova me të gjithë akterët që posedon, do të duhet që të vazhdoj luftën kundër korrupsionit, pasi që kjo dukuri po e pengon zhvillimin, sigurinë dhe aspiratat kryesore që ka shteti. Sfidat e zbatimit të ligjit dhe luftimi i korrupsionit janë faktorët kryesorë që ndikojnë jo vetëm në moszhvillimin ekonomik të vendit, por edhe në pengimin e tërheqjes së investimeve të huaja. Kështu është thënë në konferencën e mbajtur sot mbi etikën në biznes dhe korrupsionin. Janë të shpeshta raportet në cilat vendi ynë përfaqësohet ose rangohet mjaft lart
sa i përket qoftë vlerësimit për perceptim të korrupsionit, qoftë edhe pranisë korrupsionit në terma faktik. Luftimi i dukurive të tilla do të ndikojnë edhe rritjen e investimeve të huaja direkte, si rezultat natyrisht edhe në krijimin e vendeve të reja të punës, përmirësimin e mirëqenies së qytetarëve të Republikës së Kosovës. Ambasadori amerikan në Kosovë përkujtoi atë që kishte thënë nën presidenti amerikan Joe Biden gjatë vizitës në Prishtinë, se korrupsioni është kancer për një shoqëri. Korrupsioni paraqet pengesën më të madhe për demokracinë dhe zbatimin e ligjit, dëmton sigurim si dhe prish stabilitetin e një vendi. Prandaj ne jemi partner kyç në luftimin e korrupsionit. Ndërsa Vebi Kajtazi tha se në të gjitha rastet e dyshuara, por edhe të vërtetuara, kanë qenë bizneset ato që kanë dhënë dhe marrë rishfet për të përfituar punë përmes rishfetit. Vullneti i madh i biznesmenëve në Kosovë është për të marrë punë, për të fituar të nder me anë të rishfetit. Kjo është fatkeqësi për biznesin, që e dini ju më mirë se sa unë. Megjithatë, është një praktik e cila ka marrit të vijë në përfundim se në një farë forme edhe është imponu prej politikave të ndryshme qeveritare, prej zyrtarëve të korruptum, prej njerëzve të cilët janë vënë në ato pozita vetëm që përfitimi financiar dhe material t'i kthehet pushtetit në forma të ndryshme. Komisioni Evropian në muajin maj të këtij viti institucioneve u caktoi detyra shtesë në mënyrë që kosovarët të lëvizin lirshëm drejt zonës Schengen. Njëra ndër këto detyra ishte edhe luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsionit. Që nga maj Prokuroria Speciale pretendon të ketë marrë seriozisht plotësimin e këtij kriteri, duke ngritë 150 akt akuza për krim të organizuar dhe korrupsion. Por Bashkimi Evropian dhe SBA po kërkojnë më shumë punë në këtë drejtim, konkretisht vendime të formës së prerë nga gjykatat. Hello everybody. Lëvizja vetëvendosje ka kërkuar krijimin e një komisioni hetimor parlamentar i cili do të hidhte dritë mbi të gjitha keqpërdorimet e mundshme që janë bërë në RTK. Sipas këtij subjekti politik, RTK duhet i kthehet profesionistëve të ndershëm dhe të pakorruptuar. Grupi parlamentari i Lëvizjes Vetëvendosje ka kërkuar shkarkimin e menjëhershëm të bordit dhe menaxhmentit të RTK-s në arsye se në këtë medium ka keq menaxhim dhe keq përdorime të shumta. Deputetja Shqipe Pantina ka bërë të ditur se Vetëvendosja kërkon krijimin e një komisioni hetimor parlamentar i cili do të hidhte dritë mbi të gjitha keq përdorimet e mundshme që janë bërë këtij institucioni. Ajo thotë se RTK do t'i kthehet profesionistëve të ndershëm dhe të pakorruptuar. Përkundër faktit se RTK merr nga buxheti i Kosovës rreth 10 milion euro çdo vit, asnjëherë nuk ka raportuar se si ka shpenzuar këto para. Përkundër buxhetit të madh, ky institucion është i mbytur në borxhe. Borxhi i RTK-s tashmë ka arritur në 7 milion euro. Por me keq, askush ende nuk ka dhënë përgjegjësi për këtë keq menaxhim shkatërrues për këtë institucion. Pantina thot se numri i punonjësve në RTK ka arritur në 950 persona, të cilët marrin paga dhe vazhdojnë të blejnë emisione nga produksionet private, ndërsa thot se ky televizion tashmë është në duart të klanëve mafioz. RTK është shndruar në një instrument në duart të klaneve mafioze, e cila nuk e përdor vetëm për t'i rehatuar në pozita familjaret e tyre. Sipas Pantinës, teksa borxhi rritet në RTK vazhdojnë mbipunësimet. Sot ka hyrë në fuqi ligji i ri për rregullat e trafikut rrugor, i cili parashet gjoba të ashpra si për shoferët, ashtu edhe për këmbësorët që shkelin rregullat e komunikacionit. Në polici thonë se ky ligj do të kontribuojë në parandalimin e aksidenteve, mirë po ekspertët e komunikacionit janë skeptik nëse ky ligj do të jetë efikas. Shoferët dhe pjesëmarrësit e tjerë në trafik të ashetuti do të përballen me masa ndeshkimore dhe rregullat e tjera të reja në komunikacion, të cilat janë parapar me ligjin e ri për rregullat e trafikut rrugor, i cili sot ka hyrë në fuqi. Përmes këtij ligji po synohet që të arrihet vetëdijsimi i pjesëmarrësve në trafik dhe të krijohet një siguri më e madhe tek mësorët. Rrjedhimisht përmes masave të reja planifikohet të bëhet parandalimi i aksidenteve. Jeton Regjepi, polis në trafikun rrugor për Tribuna Channel, ka treguar për ndryshim plotësimin e ligjit dhe për risitë e tjera të cilat
t'i sjellë ky ligj në krahasim me ligjin paraprak. Qëllimi i këtij ligji do thotë është që me masat dhe me cilat janë baraparë me këtë ligj të arrihet deri te vëdësimi më i plot i pjesëmarrësve në trafik, po ashtu të ofrohet një siguri më e madhe për të gjithë të tjerët, do thotë qoftë cilësitë të komisorit apo edhe pasagjerëve, disiplinimi i kundërvajzëve deri te mbrojtja e ambientit. Ky ligj do thotë ka ndryshime, ta quajmë dhe plotësime, po në njëjtën kohë ka risi në krahasim me ligjin paraprak. Dhe Policia e Kosovës do thotë ka bërë gjitha përpjekjet do thotë që të bëjë organizimin që nga sot do thotë fillojmë në përgatitjen dhe njoftimin e zyrtarëve policorë do thotë për këto ndryshime. Në njëjtën kohë do thotë kemi bashkëpunuar ngushtë me institucionet që kanë të bëjnë direkt me punën policore në pjesën tash praktike apo në terren. Dhe këtë kemi bërë përmes Ministrisë Financave do thotë që kemi njoftuar për ndryshimet që ka pësuar ky ligj me ligjin paraprak, sidomos te pagesa e gjobave. Mirë po në përgjithësi, ky ligj dhe rritja e gjobave është kritikuar nga eksperti i komunikacionit Nol Deda. Ai thotë se rritja e gjobave nuk do të rritë vëdësimin e drejtuesve të automjeteve, por duhet ndryshuar masat preventive të aksidenteve duke mbledhur Këshilli i Sigurisë. Rritja e gjobave që është bërë, që është përkufizuar në ligjin për rregullat e trafikut, janë astronomike sa i përket kushteve tona, që do të thotë se na një pagë mesatare është 250 euro, ndërsa dënimet gjitha janë mbi 500 euro. Që do të thotë se secili edhe kundërvajtës, edhe ata që bëjnë vepra penale, gjithmonë do të shmangën, do të kërkojnë mënyrën se si formën do të shmangën këtyre gjobave, se nuk është asnjë me pagë mesatare 250 euro që ka mundësi me pagu 1.000 ose 1.500 euro një dënim. Me ligjin e ri të trafikut, mungesa e patent shoferit gjobitje deri në 1.600 euro. Po ashtu është parapare dhe dënimi për dëmtimin e shenjave të komunikacionit ku gjoba do të jetë 6.000 euro. Afro 100 persona kanë humbur jetën në aksidente trafiku vetëm gjatë periudhës janor-gusht të këtij viti. Në fillim të vitit të ardhshëm në Graçanicë do të fillojë ndërtimi i rjetit të ri të ujësjellësit. Kjo në sajt një kontrate që është nënshkruar sot ndërmjet kryetarit të kësaj komune dhe përfaqësuesve të kompanisë austriake Ostap, e cila ka vlerën rreth 5 milion euro. Ministria e Financave e Austrisë ka miratuar kërkesën për dhënien e të ashtu quajturës kredi soft long për komunën e Graçanicës, por ende nuk dihet se cila është shuma e parave që do të miratohet për ndërtimin e rjetit të ri të ujësjellësit. Kështu ka thënë Milov Moskoljov, përfaqësuesi i kompanisë austriake Ostap, e cila ndërmjetëson në këtë projekt. Ka të bëjë me një shumë prej rreth 5 milion euro dhe kjo është të tëra që të ndihmojmë Graçanicën për të zgjidhur një problem të saj thelbësor lidhur me ujësjellësin. Ne llogarisim që diku në fillim të vitit të ardhshëm do të nisë jetësimi i projektit. Me rjetin e ri të ujësjellësit është parashikuar lidhja e mvisnive në Graçanicë. Me këtë projekt planifikohet ndërtimi sipas standardeve më moderne dhe të kualitetit shumë cilësor. Kryetari i komunës Vladeta Kostić thotë se me vendosjen e gypave shumë shtresor nga materiali DCI do të pamundësohet lidhja ilegale në rjet. Ai thotë se pret që projekti të miratohet nga të gjitha palët. Pas këtij hapi na mbetet që qeveria e Austrisë të miratoj mjetet për këtë projekt. Ne po shpresojmë sinqerisht që shumë shpejt do të ndodhe këta miratoj Ministria e Financave e Qeverisë së Kosovës. Fjalën e fundit do ta japin asamblesë të komunës së Graçanicës. Por nuk dyshoj që në kuvent për një projekt të tillë që pret Graçanica për shumë dekada, do të jetë ndonjë vot kundër kësaj. Kostić është i bindur se problemi i furnizimit me ujë në Kosovën qendrore do të zgjidhet me ndërtimin e fabrikës së re të ujit në afërsi të Prishtinës. Mbi 250 infermier kosovar do të punësohen në spitalet e Gjermanisë. Kjo gjë bëhet në kuadër të programit gjermano-kosovar për arsim dhe karrierë. Në inaugurimin e këtij programi mori pjesë edhe Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Arban Abrashi, i cili u shpreh se kosovarët tani do të shkojnë në Evropë jo si azilant, por si profesionistë.
QEAP Heimerer në bashkëpunim me VBS Expert Solutions nga Gjermania sot inauguruan programin gjermano-kosovar për arsim dhe karrierë, i cili mundëson punësimin e mbi 250 profesionistëve kosovar të fushës së infermierisë në spitalet gjermane. Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale, Arban Abrashi, më këtë rast tha se është lobuar nga qeveria që t'i ofrohet mundësi qytetarëve kosovar të shkojnë në Gjermani në mënyrë të barabartë si të gjithë qytetarët tjerë të Evropës dhe jo si azilant, por si profesionist. Kjo mendoj që është një hap i mirë, sepse është hera e parë që po konkretizohet diçka edhe kosovarët nuk po shkojnë si, le të themi, si azilanta, po shkojnë si profesionist. Profesionist barabartë si me një të ri gjerman këtë rast, apo zviceran Austria. Prandaj, me të vërtet jam i gëzuar edhe ndihem krenar që Kosova po ofron potencialin e saj, rinin e saj, për kërkesat të ndryshme në vendet ndryshme të BE-s. Drejtori i QEAP Heimerer, Petrit Beqiri, tha se programet e tilla janë mundësi reale e shtetit që të rinjtë të Kosovës të bëhen pjesë e bashkësisë evropiane. Ai tha se Kosova ka njerëz të aftë dhe të mjaftueshëm për të punuar në tregun e huaj. Ne jemi si institucion i arsimit në Kosovë jemi të afërt me Gjermaninë, sepse siç jeni ju të njoftuar, është një institucion gjermano-kosovar. Dhe mundësit të cilat i përbendi Ministri Abrashi, e që e mendoj që është politikë suksesshme, na e mundësojnë që punën të cilën kemi filluar 7 vite, këtu e 7 vite më parë, ta realizojmë dhe ta realizojmë në një rrafsh institucional. Arsyesi i VBS Expert Solutions nga Gjermania, Sasha Büschinger, tha se ndihet i lumtur që ka filluar bashkëpunimin me QEAP Heimerer dhe se ndihet i lumtur po ashtu që kanë gjetur kaq shumë përkraje, si nga politika, po ashtu dhe interesim të madh nga studentët dhe profesionistët. Në vazhdim ndjekim lajmet ndërkombëtare të përfshira në blog. Ish presidenti republikan i Shteteve të Bashkuara George Bush do të votoj për demokratën Hillary Clinton në zgjedhjet presidenciale të nëntorit, raportoi webfaqja amerikane e lajmeve Politico. Bush raportohet se ka bërë zotimin gjatë një takimi me Kathleen Kennedy Townsend, besën e ish presidentit amerikan John Kennedy. Ai ka postuar në Facebook një fotografi nga takimi së bashku me përshkrimin: Presidenti më tha se do të votoj Hillaryn. Zyra ish presidentit Bush nuk e konfirmoi lajmin. Bush, i cili ka qenë president nga viti 1989 deri më 1993, nuk e ka mbështetur kandidatin republikan Donald Trump, kështu ka vepruar dhe djali i tij Jeb Bush, i cili ka garuar për nominimin republikan për president, por pa sukses. Rreth 4.000 migrantë u evakua nga kampi Moria në ishullin Lesbos të Greqisë pasi një zjarr i madh i shkatroi disa tenda. Nuk është raportuar për të plagosur. Policia po heton nëse zjarri të hënën brëma ka qenë i qëllimshëm. Një punonjës i ndihmës tha se ai ka shpërthyer pas një mosmarrveshjeje për ushqim. Sipas Kombeve të Bashkuara, në Lesbos ndodhen rreth 5.600 migrantë, edhe pse ishulli ka kapacitet për 3.600. Zjarri ka shkatruar 30% të kampit. Organizatat bamirëse thonë se disa njerëz janë rikthyer atje, por se numri më i madh mbetet në rrugë. Sipas agjencisë greke të lajmeve ANA, zjarri ka shpërthyer pas tashëthemeve se migrantët do të deportohen në Turqi. Kemi arritur në fund të këtij edicioni informativ, por përpara se të ndahemi, ju njoftojmë se sonte në emisionin politik me Sejdi Demirin, i cili fillon nga ora 20:45 minuta, do të debatohet rreth problemit pronësor që ka 130 familje në Prishtinë. Të ftuar në studio janë përfaqësues të niveleve të ndryshme të qeverisjes, përfshirë edhe përfaqësuesjen e banorëve që rrezikojnë të mbesin pa ul. Ndërkohë, për të mësuar më shumë rreth zhvillimeve të tjera në vende më gjerë, vizitojeni webfaqen gazetatribuna.com. Ju faleminderit për vëmendjen, bashkë mirupafshim.